Ti e ke mundësinë për ta respektuar nënën tënde. Një djalosh rrëfen dhe thot: gjatë periudhës kur isha më i ri, shpesh largohesha nga shtëpia dhe rija deri vonë jashtë. Kjo gjë e hidhëronte tepër nënën time. Nuk haja në shtëpi, shumicën e ditës e kaloja duke fjetur dhe natën kthehesha shumë vonë, pasi që flinte nëna ime. Nuk i lash zgjidhje tjetër vetëm se të filloj të më shkruaj nga një letër para se të flinte dhe ta nxeste atë në derën e frigoriferit. Letra ishte një lloj udhëzimi për të më njoftuar për vendin dhe llojin e ushqimit që duhet të haja kur të kthehem. Me kalimin e ditëve, letra filloi të rritet dhe kërkesat të shtohen. Nëna filloi nga unë të kërkoj që edhe rrobat e palara t'i vënë në një vend të posaçëm dhe t'i vesh ato të pasrat. Dhe, po ashtu, më njoftonte për takimet e rëndësishme që kisha brenda ditës. Në këtë gjendje, më kaloi një periudhë gjatë rinistime derisa një natë kur u ktheva në shtëpi, e gjeta letrën të ngjitur në derën e frigoriferit. Mirë po, më erdhi mërzi ta lexoj atë dhe rash për të fjetur. Në mëngjes, u habita kur prindi im më zgjojnë nga gjumi, ndërsa ati po i rrjedhnin lotët nga syt. Ai më tha: nëna jote ndërroi jetë. Sa dhëmbje të madhe më dha ky lajm. Megjithatë, e mbajta veten derisa e varrosëm nënën dhe i pritëm njerëzit për ngushëllim. Në mbrëmje, u ktheva në shtëpi, kurse në gjoksin tim kishte mërzi të madhe dhe pikëllim të papërshkruar. U shtriva në krevatin tim dhe papritmas më kujtua diçka. Më kujtua letra nënës time që e vendosur në derën e frigoriferit. Unë ngrita shpejt, shkova në kuzhinë, e mora letrën dhe fillova ta lexoj. Këtëherë më kaploi një mërzi shumë e madhe. Në letër nuk ishte urdhra, as njoftime, as këshilla. Në të ishte shkruar vetëm se kjo: po ndihem e lodhur, diçka nuk jam mirë. Kur të kthehesh, më zgjo që të më dërgosh në spital. Shumë e dhëmshme. Ky djalosh e humbi mundësinë për ta respektuar nënën e tij, mirë po ti ende e ke këtë mundësi. Prandaj, shfrytëzoje këtë shans të ardhë dhe mos lejo që ta humbësh atë. Nga Arabishtja, Irfan Jahiu.